Kryeqyteti i Pranverës ka nisur festimet për ditën e verës duke e kthyer qytetin në një skemë plot muzikë, ngjyra dhe atmosferë festive. Si çdo vit Elbasani mirëpret mijëra vizitorë nga gjithë Shqipëria, të cilët bashkohen në një festë që mishron traditën, kulturën dhe gëzimin e ardhjes së Pranverës. Festimet u hapën me aktivitetin Trashëgimia në duart e vogla, ku fëmijët e kopshteve të qytetit sollën gatimet tradicionale dhe improvizuan profesionet e artizanatit. Kryetari i Bashkisë Elbasan Gledian Llatja, teksa ftoi qytetarët të festojnë Elbasan, ndau një pjesë të agjendës. Elbasani është bërë gati për ditën e verës. Sot kemi filluar të gjitha ceremonitë dhe si gjithmonë e fillojmë me fëmijët. Aktivitetet e para janë të fëmijëve, të kopsheve të Elbasanit, atyre që gëzojnë më shumë në fakt ardhjen e Pranverës, por gëzojnë më shumë edhe ditën e verës së Elbasanit, për gjithë atmosferën që kanë në familjet e Elbasanit. Por jo vetëm në familje, kemi shumë aktivitete edhe në qytet. Kemi filluar sot me fëmijët për të përfunduar në datë 16 me aktivitetet përmbyllëse. 14-a, ndryshe nga vitet e tjera, këtë vit do të jetë ajo pika kulmore e të gjitha aktiviteteve tona, ku në datë 12 do kemi defilen, një aktivitet i madh në fakt i cili rikthehet në Elbasan për të sjellë traditën e të gjitha trevave të Elbasanit, traditën e popullore, këngëve popullore dhe të gjitha veshjeve të trevave të Elbasanit, kostumografisë së trevave të ndryshme. Gjithashtu në datë 13 ne fillojmë aktivitetin e madh të natës së verës, për të vazhduar në datë 14 me një do të thoja me një aktivitet fantastik, me një sër surprizash në qytet, por edhe me një koncert të madh ditën e 14-s, e cila përfundon natën. Gjithashtu 15 dhe 16 do të kemi përsëri aktivitete, ku patjetër nuk do të mungojë retroja, nuk do të mungojnë aktivitetet të ndryshme për fëmijët gjatë gjithë këtyre ditëve, por edhe për të rinjt dhe patjetër për të gjithë ato që kanë qef gatimet e Elbasanit dhe kulinarinë e Elbasanit. Do të kemi një sër panajirësh për të ekspozuar ato dhe një sër ekspozitash për të treguar recetat tona të Elbasanit. Dua t'i ftoj të gjithëve të vinë në Elbasan. Nuk është më vetëm data 13, ne kemi disa vite që e kemi kthyer traditën, ndryshe nga bëhej vetëm nata e 13-s dhe dita e 14-s, tashmë kemi filluar që ta bëjmë një javë të plotë. Fatmirësisht është edhe shtuna dhe e diela, janë 2 ditë, është një fundjava tjetër e cila gjithashtu është pushim dhe mendojmë që do kemi një aktivitete shumë të larmishme dhe ne mendojmë që do të ketë një interes shumë të madh për ditën e verës në Elbasan, pasi dhe surprizat janë të shumta. Pas ditën e 14 marsit, rikthehet defileja e kostumeve tradicionale, një paradë që do të sjellë në skenë kulturën dhe folklorin e trevave shqiptare. 13 marsi do të sjellë atmosferën e zjarrt të natës së verës, ku koncertet dhe performancat artistike do të zgjasen deri në orët e para të mëngjesit. Në 14 mars, një program i pasur me aktivitete do të kulmojë me super koncertin e mbrëmjes, ndërsa në 15 dhe 16 mars festimet do të vijojnë me aktivitete për fëmijë, panajre tradicionale dhe evente kulturore. Këtë vit Elbasani është gati të mirëpresë të gjithë ata që duan të jetojnë këtë festë në zemër të traditës.